Pjeshka. Ajo është një burim i vyer i vitaminave A dhe C dhe fibrave të ndryshme, ndërkohë që bërthama e saj përmban cianid, prandaj është me rëndësi të pastrohet me kujdes. Pjeshka është një frut i këndshëm veror i mbushur me vlera ushqyese të cilat ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar, qarkullimin e gjakut, prodhimin e kolagjenit, shëndetjen e lëkurës, funksionimin e muskujve e të tjerë. Ajo kultivohet në klim të butë me verë të ngrohtë, më së shumti në Kinë, Itali, Spanjë, Shtetet e Bashkuara, Turqi, Greqi, Iran e të tjerë. Papaja. Papaja është një frut tropikal i njohur për shijen e ëmbël dhe përfitimet e shumta shëndetësore. Ajo përmban vitamina të ndryshme të cilat ndikojnë direkt në shikimin e njeriut, shëndetin e lëkurës dhe funksionin imunitar. Njëkohësisht, shërbejnë si antioksidant që forcojnë imunitetin dhe nxisin prodhimin e kolagjenit apo shëndetin e kockave. Veçori e spikatur e saj janë enzimat tretëse dhe fibrat dietike. Papaja e lulëzon dhe rritet në klim tropikale dhe vende si India, Brazili, Indonezia, Meksika, Nigeria, Filipinet, Tajlanda, Republika Dominikane, Guatemala dhe Kina.